Mirë se vini në këtë material shpjegues. Sot do trajtojmë një nga temat më jetike për të ardhmen tonë. Ne nuk do të flasim për natyrën thjesht si një koncept abstrakt apo të largët, por do të vendosim steksin te përgjegjësia jonë kolektive si qytetar. Në fund të fundit, ne të gjithë ndajmë të njëjtin planet, të njëjtin ajër në të njëjtat lagje, kështu që mbrojtja e këtij mjedisi është pa diskutim një detyrë e përbashkët. Ky prezantim është ndërtuar për të treguar saktësisht se si hapat e vegjël, ata që ndoshta na duken krejt të parandësishëm në jetën e përditshme, janë në fakt pikërisht hapat që mbrojnë shtëpinë tonë të madhe. Okej, le të thellojmë pak në këtë. Ky fakt është me të vërtetë tronditës. Ne zakonisht e pim një pije freskuese për 2-3 minuta dhe më pas, pa u menduar 2 herë, e hedhim shishen diku. Por, a e dim që ajo shishe e vetme plastike, nëse lihet në tokë, mund të qëndrojë aty për plot 450 vjet? Ajo mbijeton çdo gjeneratonën. Ky është realiteti i ashpër se si mbeturinat tona jetojnë shumë më gjatë se ne. Nëse nuk ndryshojmë qasjen tonë, ne thjesht po lëm pas një trashëgimi të hidhur. Megjithatë, lajmi i mirë është se, ashtu siç ajo shishe ka fuqinë të ndotë për shekuj me radhë, çdo mbeturinë e ricikluar mund të transformohet në diçka tepër të dobishme. Pjesa e parë, problemi i ndotjes. Le të kuptojmë pak më mirë ndikimin e mbeturinave tona. Përteja asaj shishës së vetme, ekziston një problem masiv. Kur mbeturinat mbeten të pamenaxhuara, ato arrin të ndotin tokën ku ecim, helmojnë lumend dhe degradojnë vetë ajrin që thithim. Zgjidhja fillon me një koncept kaq të thjeshtë, por jashtëzakonisht të fuqishëm: riciklimin. Riciklimi nuk është thjesht një gjë e mirë për të bërë, është procesi etik i ripërdorimit të materialeve bazë, siç janë plastika, letra, qelçi dhe metali. Në vend që t'i lëm këto materiale të mbytin natyrën, ato mblidhen dhe kthehen në produkte krejtësisht të reja. Është një mrekulli e vërtetë e logjikës njerëzore, marrja e diçkaje të dëmshme dhe kthimi i saj në një burim shumë të vlefshëm. Dhe kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer pjesën e dytë, thyerja e miteve rreth riciklimit. Është koha të ndajmë faktet nga trillimet. Miti i parë dhe ndoshta më dekurajuesi është ajo ideja defetiste që thuhet shpesh, përpjekja e një personi të vetëm nuk ka asnjë lloj ndikimi. Po, realiteti është krejtësisht i kundërt. Lëvizjet masive mjedisore nuk bazohen në zgjidhje magjike. Ato bazohen tërësisht në fuqia kolektive e njerëzit të zakonshëm. Kur çdo qytetar merr vendimin e thjesht të ndajë mbeturinat, këto zakone të vogla të përditshme bashkohen dhe krijojnë një forcë të jashtëzakonshme për ndryshim. Çdo përpjekje, sado e vogël, ka vlerë absolute. Le të shohim se si kjo logjik zbatohet te një mit tjetër shumë i përhapur. Riciklimi është shumë i vështirë dhe kërkon mund. Ti jemi të sinqert. Për të ricikluar nuk na duhet një pajisje industriale apo ndonjë trajnim i specializuar. Gjithçka fillon me një veprim të vogël aty në kuzhinë, pikërisht brenda në shtëpinë tonë. Të ndajmë plastikën nga letra në 2 kosha të ndryshëm merr fjalë për fjalë vetëm disa sekonda, por efekti i kësaj lëvizje është kolosal për mjedisin. Pra, pika thelbësore është të thyem mitin e fundit, iluzionin se nuk ka pikë rëndësie se çfarë përfundon brenda në koshin e plerave. Ky është një gabim shumë serioz. Çdo copë mbeturine që hidhet ashtu kutururo, herët avon kthehet si bumerang për të ndikuar te cilësia e ujit që pim, ajrit që tithim dhe mbi të gjitha te shëndeti ynë publik. Çdo mbeturin ka peshën e vet dhe mënyra se si silemi me to përcakton drejt për drejt cilësinë e jetës sonë lokale. Pjesa e tretë, hapat e reciklimit në shtëpi, një udhëzues praktik për ne dhe fëmijët tanë. Duke pasur këtë parasysh, le të flasim për anën praktike. Ktu kemi një proces me 5 hapa shumë të thjeshtë, por që transformon gjithçka. Hapi i parë është thjesht ndarja e materialeve bazë, plastika, letra dhe qelçi. Për ta bërë këtë efikase, hapi i dytë sugjeron përdorimin e koshave të veçanta për secilën, gjë që e kthen riciklimin në një rutinë krejt të natyrshme. Hapi i tretë na bën konsumator më të zgjuar. Le të shmangim ato plastikat një përdorimshe që nuk na duhen fare. Më pas, në hapin e katërt, inkurajohet ripërdorimi i produkteve, duke u dhënë atyre një jetë të dytë pa shpenzuar energji të re. Dhe hapi i pestë, ndoshta më i rëndësishmi, për të krijuar një ndikim të madh, frymëzimi i të tjerëve. Kur flasim me miq dhe familjen, kjo rutinë e vogël në shtëpi shndrohet papritur në një kulturë të vërtetë qytetare. Pjesa e katërt, lagje më të shëndetshme dhe më të sigurta. Si e përmirësojnë jetën tonë qytetet e pastra? Veprimet që bëjmë brenda mureve të shtëpisë reflektohen menjëherë jashtë tyre. Përfitimet e kësaj qasjeje janë të jashtëzakonshme. Kur një lagje e tërë fillon të menaxhojë mbetjet përmes riciklimit, vetpamja e qytetit ndryshon. Lagjet e pastra ulin rrezikun e smundjeve, duke na dhënë një mjedis thellësisht më të shëndetshëm për të jetuar. Rrugët pa mbeturina jo vetëm që janë më të bukura për syrin, por ndërtojnë edhe një ndjenjë të fortë krenarie dhe sigurie komunitare. Për më tepër, ky efekt zinxhir pozitiv zgjerohet duke mbrojtur pyet dhe kafshët nga helmet tona.
Dhe nuk mbaron me kaq, riciklimi kursen sasi marra mendse energjie dhe ruan burimet natyrore të planetit. Patriotizmi vërtet fillon duke u kujdesur për rrugën dhe lagjen tënde. Pjesa e 5. Zakone të vogla, ndikim i madh. Le të shohim si ta mbrojmë planetin për brezat e ardhshëm. Tani, ajo çfarë është vërtet interesante në këtë slide është fuqia dhe emocioni i kësaj thënie. Shpeshherë dëgjojmë njerëz që thonë se nuk riciklojnë sepse nuk mund ta bëjnë 100% në mënyrë perfekte. Por planeti nuk është një shtëpi që kërkon përsosmëri, ai ka thjesht nevojë për përkujdesje. Ai nuk ka fare nevojë për një grusht njerëzish perfekt që nuk prodhojnë kurrë asnjë mbeturinë. Përkundrazi, ai ka nevojë dëshpërimisht për miliona e miliona prej nesh që pavarësisht pa përsosmërive janë të gatshëm të bëjnë një hap të vogël çdo ditë. Është pikërisht ky lloj bashkimi dhe veprimi masiv, ndonse jo perfekt, ai që sjell shpëtimin e vërtet ekologjik. Dhe kështu mbrim në një udhkryq kyç. Ndryshimi nuk pret të vijë ndonjë moment magjik. Ai kërkon veprim tani. Tani që kemi parë si sa shumë peshë dhe ndikim pozitiv sjell një zakon i thjeshtë në shtëpi, le të reflektojmë pak. A jemi gati ta marrim të përgjegjësi? A do të fillojmë ta praktikojmë riciklimin sot në mënyrë që të sigurojmë të mjedis të pastër dhe të shëndetshëm që të gjithë meritojmë nesër? Ndoshta është dita ideale për ta nisur këtë rutinë të re. Shumë faleminderit për kohën tuaj dhe që na ndoqët në këtë material shpjegues.